Pas procesit të përzgjedhjes së avokatit të popullit, Partia Demokratike ka vendosur të ndërpresë çdo negociat me mazhorancën socialiste për kandidatët që pritet të votojnë në institucionet e pavarura nga kuvendi. Vendimi përfshin gjithashtu ndërprerjen e bashkëpunimit për reformën territoriale dhe reformën zgjedhore. Lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë një konferencë përshtyp deklaroi se opozita nuk ka më asnjë rrugë tjetër përveç protestave, të cilët sipas tij do të vazhdojnë deri në krijimin e një qeverie teknike. Rruga jonë është rruga e protestës. Ata që kanë guxim të bashkohen me ne në të rrugë, gjirë triumfin e kauzës tonë të drejtë. Diktaturat kur nuk rrëzohen me votë. Diktaturat janë rrëzuar dhe rrëzohen me revolt. I pyetur për afatin e 22 janarit vendosur nga kryetari i grupit parlamentar socialista Uland Balla për rikthimin e opozitës në komisionet e reformës territoriale dhe zgjedhore, Berisha u mjaftua me një koment të shkurtër. Taulan Toyota Yaris duhet ishte për veprat penale që ka kryer i dënuar të paktën me 30 vjet burg, porosit si vrasjeve, sipas dokumentave zyrtare, të shkatruara me proces verbale, bashkëpunëtori ngushtë i krimit. Taulan Balla është i regjistruar, por mbrohet nga Altin Troplini në dosjen Toyota Yaris. Janë që të gjitha këto në dokumenta zyrtare që unë i kam paraqitur shumë herë. Taulan Balla është një delinkuent ndër më kryesor në politikën shqiptare sot pas Edi Ramës. Gjatë konferencës përshtyp, Berisha akuzoi gjithashtu qeverinë për nismën e të ashtuajturit paketa e maleve, për të cilën tha se po përdoret për të dhënë toka në zona bregdetare interesave klienteliste. Do shifni këtu që paketa e maleve, që se si Edi Rama e zbret paketën e maleve në lartësinë 10 metra nga niveli i detit dhe lartësinë maksimale gjerë në 100 metra mbi nivelin e detit. Pra do shifni këtu se si Edi Rama ka me këtë vendim ka transformuar paketën që ai miratoi për zonat malore në paketën e drogës dhe mafjes së tij. Qëndrimi i Partisë Demokratike vjen në një moment tensionesh të shtuara politike, ndërsa mazhoranca ka paralajmëruar se do të vijojë punën për reformën dhe për bashkëpunimin e opozitës.